Ju e dini fort mirë se në Prishtinë, teatrin dramatik Prishtinës, popullor Prishtinës, keni artistat e cilët munden me u krahasu me futën një farë rangu, munden me krahasu me jo vetëm Jugosllavi, bet edhe jashtë Jugosllavisë. Me i bo krahasim, me i barazu. Nuk kishin në tërpnu. Masi na jemi prej asi vendi, të cilët jemi plot, kur tam plot mendoj nga ana shpirtërore, psikologjike. Edhe ajo është prioritet shumë i madh. E mendoj se është rasti i volitshëm edhe koha e fundit që edhe në Kosovë të hapim jo me ambicie të mëdha, por me ambicie modeste, që të fillojmë nga ngadalë me trajtu temat nga krahina jonë, edhe ashtu si i mendojmë na, si i ndijmë na. Ku menoni me jetu tash e mas? Ku kam jetu deri më sot? Do me thënë Beograd? Do me thonë në Beograd, në Prishtinë, në Prizren. Koha s'na e lën, s'na lejon të flasim ma shumë. A keni ju në një pyetje ose në një dëshirë? Pyetje s'kam, veç kam dëshirë. Me rast në volishëm tash kur qeshëm Prishtinë, vetëm për disa orë me vizitu nanin, u takova me shokun Ismet Mulla, i cili më gëzoi pa mas kur më tregoi se në akademi si vetë është hapë klasa shqiptare me djaloshe prej krahinës tonë. Dëshira ime kishte me qenë që të njipet plot rëndësi, ndi edhe plot marrëveshje ndaj djaloshave, që në kohën më të shkurtë të kemi një gjenerat re shqiptaresh që ta rekrijojnë theatrin ton në Krahin dhe nga dalë me a fillu